Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditëshëm komenti shkrimi shenjtë. Jemi në datën 21 korrik dhe Kishën Ortodokse na nxit lexojmë nga letra e parë Apostull Pavli drejtuar Korintasve, kapitulli 10, vargu 5 dhe vargu 12. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas etrave. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre sepse ranë të vdekur në shkretir, dhe këto bën si shembull për ne që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata, dhe që të mos bëhemi idhujtar si disa nga ata, sikurse është shkruar, populli u ul që të hajë dhe të pi dhe u ngrit për të luajtur. Dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000, dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu siç e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarprin, dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatruesi. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen aty si shembull që janë shkruar për paralajmërimin ton, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, let shoh se mos bie. Pra kjo është pjesë nga letra Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve dhe u kujton krishterëve se privilegjet shpirtërore nuk mjaftojnë nëse njeriu nuk jeton në bindje ndaj Perëndis. Dhe Apostulli Pavli ka marrë një paralelizëm me izraelitët e dhjetës vjetër, të cilët ata edhe pse dolën me mrekulli nga Egjipti, përsëri zemra e tyre ishte në Egjipt. Dhe kjo bëri që ata të dënoheshin nga Zoti dhe të vdisnin në shkretir par tokën e premtuar. Por le ti komentojmë varg për varg. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre sepse ranë të vdekur në shkretir. Shënjohan Gojarti thot se izraelitët kishin marrë bekime të jashtëzakonshme. Ata dolën me fuqinë e Zotit, me ndëshkimin që Zoti i bëri egjiptasve, me 10 ndëshkime nga për të shkuar në tokën e premtuar, po ashtu kaluan detin e kuq me mrekulli, në shkretir ata hëngrën manën qiellore, pinë nga shkëmbi ujë, por kjo nuk i shpëtoi kur jetuan në mosbindje, në rebelim, në dëshirën e tyre të brendshme, por dhe të shprehur me gojë për të kthyer përsëri në Egjipt. Dhe kështu u dënuan që të vdesin në shkretir. Kjo na tregon se edhe misteret e kishës son, që janë burim të hirit të Perëndis, nuk shpëtojnë në mënyrë automatike, por duhet kemi kujdes, sepse në kishë nuk bëjmë magji, po kemi sinergji. Shën Augustini Hipos thekson se Perëndia gjykon jo vetëm veprat e jashtme, por dhe zemrën. Prandaj, pagëzimi, mirësia dhe çdo mister që marrim në kishë dhe kungata hyjnore, po ashtu pjesëmarrja në kishë dhe njohuria biblike nuk mjaftojnë nëse mungon pendimi dhe një jetë e shenjtë e jonë. Çfarë thot Krishti? Pse më thrisni Zot, Zot dhe nuk i bëni ato që ju them unë? Largoni prej me, nuk ju kam njohur. Ashtu siç i dënoi dhe drejtësia hyjnore izraelitët, të cilët siç thash dolën nga toka e Egjiptit, por ata nuk u larguan me zemër nga Egjipti. Lexojmë vargun 6. Dhe këto bën si shembull për ne që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata. Dhe këto bën si shembull për ne, na thot Apostull Pavli. Ai jo më kot merr si them ndëshkimin e izraelitëve që po shkonin drejt tokës premtuar dhe nuk arritën, por t'u thënë të krishterëve të asaj kohe që duhet keni kujdes, sepse ashtu si izraelitët dolën nga Egjipti, kaluan detin e kuq, përsëri ata nuk shpëtuan, sepse siç edhe dëgjuam vdiqën në shkretir. Edhe ata të krishterë të cilët kalojnë me anë të pagëzimit nga bota e mëkatit drejt shenjtërisë të Zotit dhe marrin rrugën për në mbretërinë e Perëndis, kjo nuk do të thotë se nisën rrugën dhe përfunduan. Pra pagëzimi është mister inicues ose fillestar hyrjes në kishë dhe duhet të ecim me pastërtinë e pagëzimit dhe me hirin e Shpirtit Shenjtë që marrin në misterin e mirësies. Ndryshe, në qoftë se ne thjesht mbetemi aty, atëherë kjo na kthen përsëri pas në botën e mëkatit dhe neve rrezikojmë si izraelitët mos hyjmë në mbretërinë e Zotit. Kështu që historia e Izraelit është një pasqyrë shpirtërore e jetës sonë. Jemi si ata, pra thjesht vim në kishë në mënyrë ceremoniale dhe jo duke bërë një jetë kishtare.
Çdo besimtar mund përballet me tundime dhe të përballesh me tundime nuk është mëkat. Çështja është që ne nuk duhet të nështrohemi tundimit. Duhet dim se Bibla nuk është vetëm një libër historik, por është një libër moral dhe aty ne mësojmë të shmangim mëkatet dhe duke na treguar dhe shembuj historik nga njerëz që kanë jetuar përpara nesh se si ata u tunduan dhe u rrëzuan ose u tunduan dhe qëndruan. Por le të vim në vargun 7 ku na thuhet të mos bëhemi illujtar si disa nga ata, sikur se shkruar populli ul që të haj dhe të pi dhe u ngrit për të luajtur. Shënjo Angujardhi shpjegon se illujtaria fillon kur zemra vendos diçka mbi Perëndin. Dhe këtu apostulli Pavli përmend atë rast ku populli izraelit që ishte në këmbët e malit Sinai nuk priti të vinte Mojsiu, por nxiti vllajën e Mojsiut që të bënin një dem, një viç prej ari dhe pastaj ata e adhuruan atë si perëndi, hëngrën dhe pinë dhe filluan të kërcenin rreth viçit të art. Dhe kjo ishte një blasfemi dhe ata u ndëshkuan nga Perëndia. Por edhe sot, pavarësisht se nuk kemi një viç të art për ta adhuruar, kemi të tjera idhuj që fatkeqësisht vinë rreth nesh edhe na tundojnë, siç është paraja, karriera, fama, teknologjia, kënaqësitë të cilat na zën vendin e Perëndis në zemrën tonë ose kohën që i takon Perëndis. Kështu që duhet kemi kujdes nga këta idhuj të ri. Dhe në vargun 8 na thuhet të mos kurvorojmë ashtu si kurvoruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000 vet. Kjo i referohet mëkatit që është shkruar në librin e Numrave, ku izraelitët u ndëshkuan për atë çfarë bën dhe etrit e lidhin papastërtinë seksuale me largimin nga Perëndia. Pra, çfarë do thotë? Do thotë se izraelitët nuk ruajtën pastërtinë morale, por ata ranë në kurvëri dhe u bashkuan edhe me gra jo nga Izraeli dhe për këtë u dënuan. Shënjo Angujardhi thotë se epshi i rrëson mendjen dhe largon njeriu nga hiri. Prandaj edhe të krishterët duhet jetojnë me moral. Pra seksualiteti jashtë martese pa bekimin e Zotit dhe kishës është kurvëri. Kështu që duhet kemi kujdes nga immoraliteti ose kurvëria seksuale, të cilat tundohen nga pornografia ose tundohen nga aksesorë të tjerë të mëkatit që sot fatkeqësisht janë me tepri, siç janë narkotikët ose diçka tjetër, por këtu flasim edhe për tradhtim bashkëtorë dhe çdo marrëdhënie që bie ndesh me moralin e krishterë. Kjo quhet një lloj kurvërie shpirtërore. Pra, ne tradhtojmë Krishtin, që është dhëndri moral i shpirtit tonë, dhe kurvërojmë me demonët duke bërë mëkatet e tyre nëpërmjet tundimeve që ata na bëjnë. Dhe jemi në vargun 9 ku na thuhet dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu siç e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarpërit. Ky varg është shumë domethënë sepse apostulli Pavli thotë se izraelitët tunduan Krishtin, duke treguar se Krishti si fjala e Perëndis ishte në beslidhen e vjetër. Pra, ndërmjet Perëndis dhe popullit izraelit ishte fjala, dhe fjala foli me Mojsiun dhe me popullin e Izraelit. Përsëri fjala u bë mish dhe tani flet me popullin e ri, që është populli i krishterë. Shën Agustini thotë të tundosh Perëndin do thotë kërkosh vazhdimisht prova të fuqisë së tij, ndërsa nuk i bindesh Perëndit, thotë ku është Perëndia. Këtë bënte edhe Izraeli në shkretir, prandaj dhe u ndëshkua. Nëse Zoti ekziston, le ta bëj këtë, themi neve, por kjo nuk është e saktë, sepse Zoti ekziston. Nuk është nevoja të kërkojmë prova të ekzistencës së Zotit, se boll krijimi që ne shikojmë, si thot apostulli Pavli, krijimi është një tregues i qartë që të gjithë duhet besojnë se ekziston Zoti dhe askush nuk mund të përligjet se Zoti nuk ekziston. Por çështja është kur ti jeton në mëkat dhe pastaj të tundosh Zotin që tregoj ekzistencën e tij, ky është një tundim që meriton dënim. Flasim për vargun 10 ku na thuhet dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi. Mos u ankoni. Ankimi nuk është vetëm pakënaqësi, por është mungesë besimi. Shënjo Angujardhi thekson se ankesa e vazhdueshme është një formë rebelimi kundër providencës së Perëndis.
Edhe sot në këto vargje duhet të kuptojmë që do thotë kur njeriu jeton duke ankuar vazhdimisht, dhe flasim sot për ata të krishterë të cilët në një farë mënyre janë me frymë bote, ata si bota ose si njerëz të botës ankohen kundër jetës, ankohen kundër kishës, kundër familjes, madje edhe kundër Perëndis, zemra e tyre bëhet mos mirënjohje dhe kështu mos mirënjohëse, dhe kështu ata patjetër që do të dënohen, ashtu si dënuan izraelitët mos mirënjohës nga shkatruesi, nga angjëlli i vdekjes. Dhe flasim për vargun 10 dhe të gjithë këto gjëra ndodhen aty si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton për ne që jemi në mbarim të epokës. Janë shkruar për paralajmërimin ton, thot apostulli Pavli. Etrit na thonë se historia biblike është pedagogji hyjnore, prandaj shumë e rëndësishme që ne ta lexojmë Dhjetën e Vjetër, sepse thash nuk është një libër thjesht historik, por aty ne marrim shembuj për virtutin, por dhe për mëkatin. Dhe çdo brez duhet ta lexojë këtë histori sikur të ishte historia e vet, sepse ajo përsëritet në kohë dhe në hapësirë. Gabimet e brezave të kaluar nuk janë vetëm për të kujtuar, por për të na formuar në besim dhe urtësi që mos gabojmë dhe ne sipas tyre. Prandaj dhe apostulli Pavli e sjell këto në letrën e drejtuar Korintasve. Jemi në vargun 12, prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Pra, në fund apostulli Pavli thot për një paralajmërim kundër krenarisë shpirtërore. Shënoi Gojarti thot njeriu bie pikërisht kur mendon se është i sigurt, por kur e kap një frymë egoiste dhe krenare. Dhe Shën Agustini thot qëndrueshmëria është dhuratë e hirit Perëndis, jo arsye e vetë besimit. Ose si thuhet te fjalë të urta, përpara rënies vjen krenaria. Duhet pasur kujdes edhe për ata që qëndrojnë nga sfidat, nga ato ndimet, mos të mburren, por të kenë një mendje të përulur, sepse është hiri i Perëndis që i mban në këmbë. Patjetër dhe përpjekja e tyre është ajo sinergjia, por mbi të gjitha është fuqia e hirit, sepse pa fuqinë e hirit të Perëndis ne nuk mund të përballojmë tundimet e djallit. Askush nuk është i paprekshëm nga tundimi. Kur djalli guxoi të tundoj Krishtin në shkretir, ai do të tundoj të gjithë, siç tundoi dhe apostujt e shenjtorët. Besimtari është thirrur të jetojë me përulësi, vigjilencë, lutje, besim te hiri i Perëndis që kështu ti shmang tundimet e djallit. Kur Shën ndoni i madh pa botën plot me kurthet e djallit, ai tha: "O Zot, kush mund shpëtoj?" Dhe një zë u dëgjua, tha: "Vetëm të përulurit mund shpëtojnë." Prandaj, kemi kujdes nga një tundim prej egos, prej krenarisë, se neve tani nuk kemi rrëzuar duke gjykuar të tjerët. Kemi kujdes se, siç thotë apostulli, siç edhe e lexuam dhe përsërisim, dhe ai që mendon se qëndron në këmbë, le të shohë se mos bjerë. Prandaj të bëjmë kujdes dhe të mësojmë nga rënjet e të tjerëve, sidomos nga ata që ranë nga krenaria. Etrit në përgjithësi e shikojnë këtë pjesë një thirrje për vigjilencë shpirtërore. Izraeli kishte marrë dhurata të mëdha nga Perëndia, por shumë për izraelitëve ranë për shkak të mosbesimit, idhujtarisë, imoralitetit, ankesës dhe krenarisë. Kështu dhe edhe të krishterët sot janë thirrur vetëm marrin pjesë në jetën e kishës, por qëndrojnë besnik çdo ditë me frikë Perëndie, me mendje të përulur. Prandaj ky tekst që ka shkruar apostulli Pavli nuk synon të krijojë frikë, por të nxjisë një besim të përulur dhe të qëndrueshëm. Besimtari nuk duhet mbështetet tek meritat e veta, por të ecë me kujdes, duke besuar në hirin e Perëndis dhe duke marrë shembull nga shkrimi, ku atje pra të frymëzohet dhe të mësoj se udhëzimet e Perëndis duhen ruajtur, në të kundërt, nëse kemi një frymë rebele, ankuese ose imorale, patjetër që meritojmë ndëshkim, ashtu siç e merituan dhe ata izraelit rebel dhe mosmenjohës. Mendoj të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, ta ndalojmë këtu bisedën tonë, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.